E nderuar Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuari Presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, i nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, të nderuara familje të dëshmorëve, i nderuari Baci Rifat Jasharit, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministrat të kabinetit qeveritar, drejtues e përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, shkëlqësi ambasador dhe miq ndërkombëtar, të dashur qytetar, media që përcjellni këtë seancë solene. Sot shënojmë 17 shkurtin ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Pavarësinë që u bë e mundur falë përpjekjeve dhe sakrificave të vazhdueshme të popullit shqiptar. Pavarësisë që u arrit përmes luftës për çlirim, gjaku të shumë heronjve që ranë dëshmorë në depreza që ne të jemi sot ku jemi këtu. Përpulje përhershme ndaj atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit, para dëshmorëve dhe martirëve, para atyre që përjetuan dhunë në forma të ndryshme, para familjeve që ende mbajnë dhimbjen e luftës, dhe të gjithë atyre që edhe sot kërkojnë drejtësi. Përpulje para të gjithë atyre që qëndruan dhe nuk u dorëzuan asnjëherë, që ne sot jetojmë të lirë në tokën që kemi trashëguar në shtetin tonë të lirë. Në këtë ditë kujtojmë dhe ndihemi krenar për heroizmin e familjes së komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithë jasharëve që u bën simbol i rezistencës tonë të fuqishme kundër okupimit. Kujtojmë dhe nderojmë urtësinë e presidentit Rugova që orientoi Kosovën drejt mbështetjes ndërkombëtare. Kujtojmë qëndresën e pathyeshme të Basis Adem Demaçi, udhëfysit tonë që mbetet shembull i sakrificës së popullit tonë në rrugën e tij për liri dhe dinjitet. Këto tri linja të historisë tonë çlirimtare e fitimtare ngritën mbi lavdinë e historisë të qëndresës shekullore ndaj okupimit. Veprimtare dhe veprimtarë, aktiviste dhe aktivist, studente e student dhe punëtore e punëtor që brenda dhe jashtë vendit, në diasporë, u angazhuan për një Kosovë të lirë. Falënderimi veçantë miqve dhe aleatëve ndërkombëtar që na mbështetën në rrugën për pavarësi dhe vazhdojnë të qëndrojnë pranë Kosovës në ndërtimin e saj. Të nderuar të pranishëm, këtë ditë të rëndësishme e lartëson ajo që qëndron në themelin e Republikës sonë, ajo që buroi nga populli, që është sa mundësia edhe e vërteta e tij. Ushtria çlirimtare e Kosovës dhe lufta e saj e drejtë në çlirim. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë për dinjitet dhe liri. Ajo ishte kundër përgjigje në rrethanat e një okupimi të ashpër, kur dhuna sistematike ndaj popullit shqiptar po merrte për masa shkatruese. UÇK-ja ishte ushtria mbrojtëse e një populli që kërkonte të jetonte i lirë në vendin e vet, pa pasur synim shkatrimin e askujt tjetër. Dhe çdo përpjekje për ta shkëputur këtë luftë nga konteksti i saj historik dhe politik rrezikon ta shtrembërojë të vërtetën e asaj kohe. Aq shumë kishte besim në drejtsinë e luftës tonë, saqë vota demokratike aso kohë intervenoi e më vonë edhe mbështeti pavarësinë e vendit tonë. Ne i kujtojmë këtë të vërteta sepse populli i Kosovës e përjeton si të padrejtë gjykatën sociale. Dhe këtë gjykim së pari sepse anashkalon vetë rrethanat në të cilat u zhvillua lufta jonë çlirimtare. Lufta jonë nuk ishte agresion, por rezistencë ndaj okupimit dhe shtypjes, ndaj gjenocidit dhe spastrimit etnik. Luftë për të mbrojtur tokën tonë, pragun e shtëpisë,